Ajo ndjesia djegëse në gjoks pas një vakti, një ndjesi mjaft e njohur për shumë njerëz. Ky është urthi, një problem tepër i zakonshëm, por çfarë e shkakton në të vërtetë dhe a mund të menaxhohet pa u drejtuar menjëherë te barnat? Le të zbulojmë bashkë disa zgjidhje natyrale dhe vërtet efektive. Imagjinoni pak, 1 në 10 njerëz e përjeton atë djegjen e refluksit acid pothuajse çdo ditë. Ky nuk është thjesht një shqetësim i vogël, është një problem masiv që ndikon në jetën e miliona njerëzve. Po, kjo na shtin të bëjmë një pyetje. Po sikur zgjidhjet më të mira të mos gjenden vetëm në farmaci, por të jenë pikërisht aty në kuzhinën e secilit prej nesh. Le ta zbulojmë. Së pari, le të mundohemi të zgjidhim misterin e urthit, sepse për të gjetur një zgjidhje, fillimisht duhet të kuptojmë saktësisht se çfarë po ndodh brenda trupit. Dhe ja ku është pika kyçe. Refluksi acid është gjendja, ndërsa urthi, pra ajo ndjesia djegëse, është thjesht simptoma. Të kuptuarit e këtij dallimi është hapi i parë dhe më i rëndësishëm. Pra, si ndodh kjo? Mund ta mendojmë si një derë me një drejtim që ndodhet mes ezofagut dhe stomakut. Normalisht, kjo derë duhet të mbyllet hermetikisht, por në rastin e refluksit, ajo nuk mbyllet siç duhet, duke lejuar acidin e stomakut të kthehet lart aty ku nuk duhet. Por nuk është vetëm ndjesia e djegjes. Duhet i kushtohet vëmendje edhe shenjave të tjera, një shije e thartë në gojë, fryrje e vazhdueshme, apo edhe një kollë e thatë që nuk largohet. Të gjitha këto mund të jenë sinjale të refluksit acid. Tani, le të identifikojmë shkaktarët. Këta janë bashkëpunëtorët në krim, le të themi, që e përkeqësojnë problemin dhe shpesh fshihen në zakonet tona të përditshme. 3 faktorë kryesor të stilit të jetesës e dobësojnë drejt për drejt atë valvulën mbrojtëse. Pirja e duhanit, alkooli dhe pesha e tepërt trupore, të gjithë kontribuojnë në dobësimin e saj, duke ja bërë më të lehtë acidit të gjejë rrugën lart. Dhe për fat keq, edhe disa ushqime që shumë njerëz i pëlqejnë mund të jenë shkaktar. Mentaja, domatet, çokolata, madje edhe kafeja e mëngjesit janë të njohura për përkeqësimin e simptomave të refluksit. Por shkaktarët mund të fshihen edhe aty ku nuk e presim. Edhe diçka kaq e thjeshtë sa një rip i shtrënguar fort ushtron presion mbi stomak. Gjithashtu, është mirë të dihet se disa ilaçe mund ta kenë refluksin si një efekt ansor. Për shumë njerëz, nata është momenti kur simptomat bëhen më të këqija. Kjo ndodh sepse kur shtrihemi humbasin ndihmën e gravitetit. Pra, le të shohim një plan strategjik për ta luftuar këtë problem gjatë natës. Këtu kemi një gabim klasik. Grumbullimi i jashtagëve vetëm sa përkul qafën dhe nuk ndihmon fare. Zgjidhja e duhur është të ngrihet e gjithë pjesa e sipërme e krevatit, duke përdorur blloqe nën këmbët e tij ose një jastëk të posaçëm në formë pyke. Në këtë mënyrë, graviteti bën punën e tij. Rregulli i parë përpara gjumit, dhe ky është thelbësor, të mos hahet asgjë 3 deri në 4 orë para se të flihet. Kjo jep stomakut kohë të mjaftueshme për t'u zbrazur, duke reduktuar sasinë e acidit që mund të kthehet lart. Dhe rregulli i dytë, të mos pihet asgjë në 2 orët e fundit para gjumit. Kjo ndihmon për të siguruar që stomaku të jetë sa më bosh që të jetë mundur kur trupi shtrihet. Mirë, tani vim te pjesa që besoj se të gjithë po e prisnin. Ekzistojnë pije të thjeshta dhe natyrale që mund të ofrojnë lehtësim të vërtet. Këto janë eliksir qetësues që mund të përgatiten lehtësisht në shtëpi. Ndonjëherë, zgjidhja më e mirë është ajo më e thjeshta. Pirja e ujit mund të hollojë acidin në stomak dhe të ndihmojë në pastrimin e ezofagut. Kjo ofron një lehtësim të shpejtë, edhe pse të përkohshëm. I pari në listë është çaji i borzilokut, i njohur për vetitë e tij qetësuese për stomakun. Përgatitja është jashtëzakonisht e thjeshtë. Thjesht gjethet të freskëta borziloku dhe uji i valuar. Kaq. Më pas, kemi çajin e finokut. Një aleat i fuqishëm për sistemin tretës. Një këshill e vogël, shtypini lehtë farat para se t'i përgatisni. Kjo ndihmon në çlirimin e vajrave të tyre esencial dhe qetësues. Dhe sigurisht, nuk mund të harrojmë xhenxhefilin. Ky çaj i ngrohtë dhe pak pikant, i bërë me rrojnë të freskët, është një antiinflamator i shkëlqyer dhe bën mrekulli për të qetësuar një stomak të trazuar. Mirë,
Tani, le t'i përmbledhim të gjitha këto në një plan të qartë veprimi. Këto janë pikat më të rëndësishme që duhen mbajtur mend për të marrë kontrollin mbi refluksin acid. Pra, mesazhi kryesor është ky: kontrolli është i mundshëm. Nuk bëhet fjalë për një zgjidhje të vetme magjike, por për kombinimin e disa ndryshimeve të vogla por të zgjuara, nga mënyra se si flihet te koha kur hahet. Të gjitha këto së bashku krijojnë një mbrojtje vërtet të fuqishme. Pra, pyetja e fundit për të reflektuar është kjo: nga të gjitha këto strategji, cili është ai ndryshimi i parë, i thjeshtë, që mund të provohet kyç sot për të filluar rrugën drejt lehtësimit? Vlen të mendohet.